Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfi me Jete, për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Për të ndarë me ju një trishtim, një dhimbje të madhe të Artës. Arta ka përzgjedhur që të rrëfej sonte historinë e jetës të saj, një histori që brenda vetes mban shumë dhimbje. Quhem Arta. Dhe sot po flas me zërin që për shumë vite e mbajta të mbytur në gjoksin tim. Po flas me zërin e një vajze që u rit pa nën, por që Zoti nuk e la vetëm në këtë univers. Nëna ime vdiq kur isha vetëm 7 vjeçe. Ende mbaj mend ditën kur shtëpia jon u mbush me njerëz, por zemra ime mbeti bosh. Të gjithë flisnin, të gjithë qanin, lëviznin, ndërsa unë rija e ulur në një qoshe, duke mbajtur fort fustanin tim të vogël. Sikur aty brenda ishte fshehur nëna ime. Që nga ajo ditë, jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Nuk kishte më duar që të më rregullonin flokët, kur unë zgjohesha në mëngjes, nuk kishte më zë që të më thoshte mos ki frikë, bia ime, mami është këtu. Babi u përpoq të ishte i fortë, por e shihja si i dridheshin duart sa herë që mua i më shikonte në sy. Ai kishte humbur gruan, ndërsa unë kisha humbur botën. Vitet kalonin edhe unë u rita me një boshllëk që nuk mbushej me asnjë gjë. Në shkollë shikoja shoqet e mia teksa afroheshin me nënat e tyre. Dhe unë qeshja pa fjalë, sepse nuk e dija se çfarë do të thonte të kesh një nën që të qorton. Kur u rita edhe u martova, frika më e madhe që kisha ishte vjera ime. Kisha dëgjuar fjalë të këqija për vjerat. Kisha dëgjuar aq shumë histori të tmerrshme sa mendja ime ishte e mbushur me paragjykime. I thosha vetes jam jetim. Askush nuk do të më dojë si do të më deshte nëna ime. Por jeta kishte një tjetër plan për mua. Që ditën e parë që hyra në atë shtëpi, ajo grua më pa krejtësisht ndryshe. Nuk më pa si nuse, më pa si të bijën e saj. Më tha me zë të butë, Arta, nga sot, kjo shtëpi është shtëpia jote. Dhe unë jam këtu për ty. Nuk fola, nuk munda. Sytë më mbushën me lotë sepse për herë të parë, pas shumë viteve, dikush më foli me atë ngrohtësinë që vetëm një nën realisht di ta jap. Kur u sëmura, ajo rinte zgjuar gjithë natën aty pranë meje. Kur qaja fshehur azi, ajo vinte, më përqafonte dhe nuk më pyeste asnjë gjë. Vetëm
më mbante fort. Më thoshte, qaj zemër, bia ime, lotët nuk janë dobësi. Në ditët kur më merrte malli për nënën time, të ndjerë, ajo ndiste një qiri për të dhe më thoshte, nëna jote është krenare për ty. Sot jam nën vetë. Dhe çdo herë që shikoj fëmijët e mi, e kuptoj sa e madhe është sakrifica e një gruaje që zgjedh të dojë një fëmijë që nuk e ka lindur. Prandaj sot me lotët në sy, dua të them publikisht. Faleminderit nën e shpirtit tim. Ti nuk ma more vendin e nënës. Ti ma mbushe boshëllikun që ajo më la. Dhe nëse dikush më pyet sot, a mund të jetë vjera nën? Unë përgjigje me zë të dridhur, por me zemër të plot, po. Zoti ma dërgoi nënën time për herë të dytë. Nën Hysnien. Faleminderit shumë që erdhe në jetën time. Faleminderit që më dhe dashurinë që vetëm ti di ta japësh. Jam e lumtur që të kam në jetë dhe çdo ditë Zotit i lutem që ti të jetosh sa më gjatë. Në fakt, këto janë fjalët e Artës, një nuse e mrekullueshme, e cila ka përzgjedhur që të ndanë historinë e saj. Do me thënë nga Arta çfarë mësuam? Nga Arta mësuam që nuk pati fatin që ta ketë nënën, nuk pati fatin që të jeton me nënën, ta ndjen dashurinë e nënës, por ajo pati fatin të gjej nën Hysnien, do me thënë është kjo dhurata e jetës që Zoti vërtet të merr një, por të jep një tjetër. Zoti asnjëherë nuk mund të bën gabim. Dhe atë dashurit madhe, edhe pse në thelb është e pakompenzueshme, vjera e saj nën Hysnia ja dha. Dhe e bëri Artën që të ndjet e beguar, falenderuese dhe mirënjohëse në jetë. Unë në thelb vdes për njerëzit mirënjohës. Nuk e di. Zemra ime mi do shumë. Dhe jam i lumtur që këtë histori e ndava me ju, për t'ju treguar që në këtë univers, vjera, ky emri që e kanë vënë populli, është nëna më e mirë në botë.